përsa i përket sa çështje sensitive për libranët. Lutem, ta gjej, po? Pasi uji u gjumon në kameran dhe me një vendim që s'ka qenë as pak i dobishëm në shërbim të komunitetit në vitin 2022, ujësjelësi i shkon Elbasan. Dhe Elbasani sot, me metalomatin e vetë, na kthen një përgjigje a thua se ne jemi pjesë e kësaj shoqërie. Dhe unë do t'ju kërkoja që atë vendim që ka marrë Qimi Bashkiak para 3 apo 4 muaj për vlerë të 2%, mos kontestohet nga shoqëria, sepse Qimi Bashkiak jam i bindur që do të marrë hapa të tjerë për të shkuar të drejtës së vet legjitime deri në fund. Absolutisht, kjo është pronë e qytetarëve të Libranit dhe nuk mund të sillet Elbasani ashtu sikur ne nuk ekzistojmë, apo jemi periferi. Ne jemi tjemi kulturës, po ta kalojmë në pjesën tjetër, por e dyta, kjo është produkti të malli jonë. Dhe ne duhet të ta administrojmë ashtu si i volitet qytetarëve të Libranit. Në qoftë se ka grova në Elbasan, në Cëllik, në Veqin, apo në Belç, nuk mund të mundohet nga uji e vetë rrjedhje i Libranit. Prandaj edhe një herë, unë do t'i kërkoja, absolutisht nuk kam asnjë problem këto që janë këtu, sepse jam në punonjës të ujësjelësit të shtrat, dhe do thonë atë që janë ngarkuar, por mendimi jonë është shumë i pavarur dhe është vlera e qytetarëve këtu në këtë tavolinë. Prandaj edhe një herë, ky këshill sot është në nderin e tij që të marrë një qëndrim dinjitos me këto shprehurina të na sjell Sharaja, a thua ekzistojnë ne apo jo? Unë të gjova zonjën me vëmendje. Faktikisht do doja që ajo, më falni juve, të kishit të ardhur, do me thënë, e mirë përgatitur përballë Këshillit, sepse numri abonentëve nuk është 15.000, po duhet jetë 4.000 apo 5.000. Ne flasëm për Këshillin Bashkiak të Libranit. I e specifikuar ka Osobi të bani shërit të shka që e qmajtë në shërit të gata para që të qojë informacioni të rejoni juve sepse vetë të njëtë të tësire. Juve vetë me që të folim të sinceritet, që thatë ka ndikuar mjaftë të pozitivisht për shoqërinë. Se që ndodhë me qytetarët, nuk marrë përgjësi se s'keni marrë vota me qytetarët. Thjesht, Bashkinë e Libranit nuk duhet ta konceptoni sikur janë varësit tuaj, të shoqërisë të ujësjelësit. Po duhet ta konceptoni si pjesë të aksioneve, pra si pronarë. Ne këtu flasim si pronarë dhe juve këtu jeni në varësit tonë. Nuk jeni, do të thënë, njerëzit që mund na diktoni mënyrën se si kompozojmë ne bisedën dhe rrjetin. Sepse ne po kërkojmë për ato aksione që kemi të marrim feedback tonë. Sa që i sjellin bashkisë, pra nuk e sillin i takojnë 99% dhe 1% e marrin. 2% që ne mirakulluam, ashtu si kërkoi zyra e taksave këtu. Sot ju keni ardhur me 5%, që unë do t'i kërkoja Këshillit që mos ndikoj fare nga ato që kërkoni ju dhe nuk duhet të mirakojnë. Madje të them dhe një gjë, unë e kisha me buxheti atë që mund bashkohen bashkitë apo mund ketë reformativ, por kurse si do jenë që shoqëria aksionere e ujësjelësit të jetë në Elbasan. Libranit dhe Presi meriton ta menaxhojë vetë. Absolutisht nuk ka rritje të cilësisë ujit apo të shërbimeve kur ka ikur drejtoria në Elbasan, sepse kanë rënë. Ne jetojmë këtu, absolutisht nuk jeni fajtore ju jeni rrogtarë atje, ndërsa ne kemi përgjegjësi qytetare që flasin. Prandaj zonjë e nderuar, sot do ishim në nderin e drejtorit të ardhur këtu dhe të merrte pyetjet, të jepte përgjigje, sepse në fundit ne e kuptojmë. Jemi 3 apo 3.7%, domethënë aksionerë, dhe 51% si e asigurosh Ministria e Ekonomisë çfarë është ajo. Prandaj është keq menaxhuar ligji, por gjithsesi ju duhet të jeni objektiv në këtë. Ne kemi mirakuar një, unë nuk e di se çfarë marrë vetëm Këshilli, por vota ime është kundër rritjes 5%. 2% me që shumë të postë. Kisha rejtë pyetje. Nëse